Po çfarë e pret Spakun dhe vet Altin Tumani nga kjo shumicë dominante dhe nga ky lloj pushteti absolut që do ketë në duart e veta Edi Rama? Unë thjesht dua të di Spaku ja merr nga shtatori, 9 shtatori zotit Ramës telefonin apo jo? A ja merr dot? Unë këte jam kurioz. Jo, unë jam kurioz ta di. A ja merr? Kam frikë se Rama ja merr Altin Dumani telefonin. Çfarë si pret? Kështu është, 20 prokuror do t'jenë me ato, si quhen ato ilaçet që bëhen depresive, që janë ato ilaçe ankthi paniku. Shkojnë t'i marrin, t'i blejnë qytani, t'i kenë gati, mos marrin azil politik. Po në këtë rast, pra do të kemi gati një shkërmoqje të Spakut me pak fjalë. Jo. As bëhet fjalë, organi i partisë të shkri partinë atë iniciativë dhe investimin e vet, kur nuk bëhet kjo gjë. Pra, nëse nuk është shkërmoqje, mund të jetë mash në duart e Edi Ramës për të goditur kundërshtarët politik. Ata që i kanë mbetur. Se edhe njerëz të dëgjova? Nëse nuk do jetë shkërmoqje, kundërshtarët politik të grupis. Jo, ishte thjesht aktrim. Një sekond. Okay, po. Tani nuk të dëgjova, ishte një sekond. Zoti Rama thoshte në Asamblenë e Partisë Socialiste, më arreston Sali Berishën, më arrestoi Ilir Metën dhe zoti Dumani e kryu këtë porosi. Tani më thua ti mua që pas shtatorit Rama do të ketë, për shembull thua ti, Spaku në duart të vet, se më përpara si kishte. Jo, do të ketë të njëjtën vjushmëri, po tani në një pushtet shumë herë më të madh. Shiko, Rama në pushtetin e parë që mori me LSI-n, mori pushtetin legjislativ. Në mandatin e dytë mori pushtetin ekzekutiv, në mandatin e tretë mori pushtetin gjyqësor dhe në mandatin e katërt do të marrë pushtetin mediatik. Pastaj nuk e di çfarë pushtetet tjetër janë pas në pushtetit 3-4 me radhë, kupton? Po do presim se do krijojnë disa pushtete të tjera. Duke qenë në këto kushte, unë në asnjë moment nuk mendoj që Spaku do të përdoret nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, po do të përdoret nga partia në pushtet ashtu siç u përdor. Në rast se do të kishin ndikime arrestimet që ka bërë Spaku, Partia Socialiste nuk do të merrte kaq mandate sa morën në këtë zgjedhje. Normalisht këto do të ishin përkthyer në revoltë popullore, në pjesë e mirë e tyre nuk do të votonin edhe presion Partinë Socialiste, po edhe mos votonin edhe Sali Berishën, votonin partitë e tjera, është e papranueshme që të kesh Partinë e Zotit Qori me 1 mandat, Partinë e Zotit Lapaj me 1 mandat, Partitë e Zotit Mundësia, e Zotit Shehe, Partia Mundësia me 2 mandate, Partia e Tom Doshit me 3 mandate. Të paktën këta do të kishin nga 4-5-10 mandate që të tregonin që populli pati një revolt ndaj këtij Spaku i cili, ose më mirë jo Spakut, po ndaj kësaj klase politike që Spaku bëri kaq punë të madhe duke duke arrestu në mënyrë të paimagjinueshme këta politikan, hajdut, kriminal, trafikant, terrorist, çfarë të them unë ty? Populli jon çfarë bëri? Pra, një pjesë të popullit çfarë bëri? Vajti dhe aprovoi Partinë Socialiste në pushtet. Çfarë do thotë kjo? Që një pjesë e popullit nuk ka logjikuar në vendimarrjen e tij se si të votojë. Unë nuk po them që pse votove Partinë Socialiste, por të paktën ti që thua se ata që votuan Partinë Socialiste kur ti dëgjon për tavolina thonë e nuk durohet ky, nuk mbahet ky, edhe në fund fare tjera thonë në tavolinë, tjera shkëmbejnë në kutinë e votimit. Dhe tjera pastaj shkojnë edhe mbushin kutitë e votimit komisionerët të tjerë që i shikojnë pas shumë vitesh në fakt konkret. Por unë po them për Spakun, zoti Rama e ka për 4 vite Spakun, e trajton ashtu siç do, e përdor, arreston nga mes deri në darkë me fajsi pa fajsi si të doni ju merreni dhe i fut në burg të gjithë dhe ndodhet ajo që ka ndodhur në 1944 edhe në vazhdim 2025, partia pushtet, shteti partia. Si mendoni, pse SBA nuk ka reaguar deri tani me këtë që po ndodh kundrejt Spakut, si në përpjekjen e rastit të Komisionit Xhafaj, ashtu dhe me këtë të fundit, apo do të presi moment tjetër ku të ndërhyj, duke qenë se ata janë një prej autorëve, po themi, të reformës në sistemin e ri të drejtësisë? Unë
me Amerikan, Europian të bëjë drejtësi, edhe drejtësia që është sot, që kemi probleme me gjykatat, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese nuk funksiononte dhe të më vinë ata mua prap me reformë, më bëjnë mua ekspertizmin e madh që populli im sot rrin 20 vjet për të marrë një vendim në gjykatën e apelit, të lutem, është e papranueshme. Mos të reagoj fare, se mirë që e kanë bërë, mos them në fjalë popullore ashtu siç e kanë bërë, nuk ka asnjë vlerë çfarë reagimi do kenë ata. Vlerë ka ligjvënësi ynë që do jetë nga 9 shtatori në vazhdim, të jetë me maturi, pjekuri dhe të votojë ligje për interes të qytetarëve shqiptar dhe jo të ambasadorëve. U pa puna, ambasadorët erdhën dhe shkatruan demokracinë, drejtësinë në këtë vend dhe nuk ekziston më ajo fjali e famshme që unë dëgjoj që të huajt do ta bëjnë Shqipërinë. Kur të huajt vinë ta shkatrojnë Shqipërinë, normalisht shqiptarët duhet ta ndreqin dhe normalisht duhet kemi besim te shqiptarët që në një moment do të reflektojnë dhe ta ndryshojmë dhe të bëjmë Shqipërinë ashtu siç duhet, me drejtësi, demokraci dhe mirëqenie sociale. Si e gjykoni faktin që kreu i SPAK Altin Dumani, por edhe njerëz të tjerë të sistemit të drejtësisë raportojnë tek ambasada amerikane mbi atë çfarë ndodh në sistemin e ri drejtësisë, por edhe në raportet e politikës me sistemin gjyqësor apo në luftën që është duke bërë SPAK-u kundrejt krimit organizuar dhe korrupsionit? Zoti Dumani, më duket se nuk i ka thënë dikush që nuk është ministër edhe kryeministër, ai është funksionar i drejtësisë, që do të thotë ai llogaridhën e jep vetëm në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe tek asnjë institucion europian dhe ndërkombëtar nuk ka jo vetëm detyrim, por nuk ka të drejtë të shprehet. Pra i ndalohet dhe e drejta e shprehjes tek institucionet që nuk kanë sovranitet shqiptar. I vetmi institucion që zoti Dumani dhe të tjerë të duhet patjetër të japin llogaridhënie dhe të raportojnë, quhet Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, aty ku qytetarët shqiptar kanë dhënë sovranitetin e tyre. Që do të thotë, gjithë këto takime, për mendimin tim, janë një tradhti kombëtare, janë një spionazh, janë gjëra të cilët nuk janë për funksionar publik, thjesht janë për njerëz të cilët kërkojnë të shfaqen në mënyra të ndryshme, pa kuptim, pa asnjë arsye juridike tek ambasadat të cilët kanë qëllime të tjera të cilët janë për interesat e vendeve të tyre, nuk janë për interesat e vendit tonë. Nuk besoj se ekziston ndonjë ambasadë të punojnë për interesat tona, pra të një vendi tjetër. Këto funksionar normalisht në rast se do të vihet një drejtësi konkrete në këtë vend, normalisht duhet të ndiqen penalisht për raportim të sekreteve shtetërore të vendeve tuaja. Ndërkohë SPAK-u ka bërë të ditur një operacion që ka zhvilluar me mbështetjen e Eurojust dhe në bashkëpunim me autoritetet italiane, ku është goditur një rrjet i trafikut ndërkombëtar të drogës dhe ku janë vendosur në pranga biznesmen, avokat, por edhe 2 punonjës policie. Ju si e lexoni këtë operacion të SPAK-ut? 2. Të paktën 2 lodhje madhe, 2 lodhje madhe, grupi fuqishëm. Po, 2 bëri të ditur prokurori Vladimir Mara, kështu që i 2 të fuqishëm, grup kriminal, më i fuqishëm në Shqipëri, sa ai atë ka kampionin që mat sa të fuqishëm janë edhe AK edhe grupet e tjera që konkurrojnë dhe janë matur të gjithë ata në treg sa shumë fuqi kanë. Çfarë them, këto janë deklaratat e paimagjinueshme. Nuk kam parë ndonjëherë në vendet europiane të dalë prokuror dhe të bëj deklarate dhe të mbledhi mbrapa vetes policët e shtetet huaja, të bëj show mediatik, kapëm këte, arrestuam këte, degenerojnë emrat personash, ore le të kanë bërë, po puna është mos i degeneroni kështu njerëzit më vlla.